këtë test të parë, a? Mos? Cilën test? Po, apo jo, të pozicionit të galaktikës dhe të diellit që ndatë 21 dhjetor, pra mund të na ndodhin çuditëra. Dielli mund të shpërthej. Ndodh për çdo vit, sepse është nuk pritet të ndodhi asgjëra. Nxënësit të shkollës 9 vjeçare, domethënë mund ta shpjegoj që kur ke 3 pika që rrotullohen, ato do të ndodhen në mënyrë ciklike në të njëjtën vit të drejtë çdo vit, domethënë. Kjo është një ngjarje që ndodh çdo vit. Dhe unë ju thash vetëm një distancë sa për t'ju treguar se çfarë rendesh po flasim. E kuptoj. Domethënë është e pamundur që të kemi influenca të tilla. Profesoresha e tha, domethënë ne kur flasim për yjet, të paktën e flasim për mijëra vjet dritë larg, do thotë, imagjinoni një specia dritës është 300.000 km/sekond. 300.000 km/sekond. Do thotë që një yll është mijëra vjet dritë larg nesh. Janë distanca marramense, do thotë që ai proces do të ketë ndodhur që të vijë këtu ke ne, apo jo, në mos gaboj. Flitet për idenë që dielli, edhe dielli ka një cikël vet, mund të përfundojë dikur, por kjo është shumë larg, domethënë cikli, sepse vetë 5 miliardë ka dielli. Okej. E ka 5 miliardë sepse janë radiacione. Vendosja e sistemit ton diellor në ekuadorin e galaktikës. Kjo është pika e frikshme. Nuk do çdo vit. Kjo ndodh një herë në 13.000 vjet. Të mos ngatarrojmë tash lëvizjen e tokës së diellit. Dhe lindjen e diellit ku mbrapa saj qëndron vrima e zezë e galaktikës në diametrin zero, në diametrin zero. Çka ka ndodhur para 13.000 vjetësh? Jam kurioz. Mund ta them. Ideja është për vrimat e zezë që janë trupa me masë para 13.000 vjetësh. Mendohet në bazë të shkrimeve antike që të jetë zhdukur Atlantida. Pikërisht zhdukja e Atlantidës nga ky lloj fenomeni ka ndodhur përpara afërsisht. Shkencëtarët e vendosin 11-12.000 vjet, po konkretisht fenomeni na tregon që ka ndodhur para 13.000 vjetësh. Atlantida është zhdukur komplet si kontinent. Para kujt? Po të pastaj ju nuk i besoni. Jo, nuk i besoj fare për të besuar. Unë i besoj diçka tjetër. Ca zhdukje tjera po që ndodhin ose nga cikle normale ose nga dora e njeriut. Dhe tani po dalim tek dora e njeriut, e cila është çik më e frikshme, ndryshime klimatike që ndodhin, po nëse do të qëndrojmë prapë te natyra. Unë dje po lexoja thjesht për të updetuar një çik me emisionin sot, po lexoja një fakt shumë interesant që një qytetërim i fuqishëm në Mezopotami, rreth 1200 vjet para Krishtit, është zhdukur pa pritmas, në një farë mënyrë pa pritmas mund quhet. Në ndërtime sipër bile tregon një mur të madh që kishte ndërtuar dhe kishin dhënë përgjithshëm. Dhe i gjitha mendohet se ka ardhur nga një ndryshim i lëvizjes së rrymave të ajrit në Atlantik. Ndryshoi, siç është Golf Streami, nuk ka rëndësi shumë, ndryshoi dhe aty ndodhi një thatësirë jashtëzakonisht e madhe. Ky është mendimi i fundit i shkencëtarëve. Deri tani jam vishnin luftrave, përleshjeve gjëra të tjera. Gjë ishte shumë interesante. Diçka për të shtuar, para se të kalojmë tek teza tjetër. Jo, që të mos merremi më me galaksin ton, sepse nuk jemi gjithë specialistë të fushës, desha them edhe diçka. Në sajt ngjarjeve që ka pas sistemi diellor, sidomos efekti i rëndësishëm ka qenë goditja e tokës nga asteroidet, ka ndodhur në tokë, ka ndodhur zhdukje speciesh edhe krijime speciesh. Për shembull, edhe fakti i ekzistencës njerëzit lidhet me një ngjarje të tillë. Mendohet që para rreth 60 milion vitesh, një asteroid shumë i madh, rreth 10 kilometra llogaritet në diametër, të ketë goditur sipërfaqen e tokës dhe për këtë arsye janë zhdukur dinozaurët. Mirë, po zhdukja dinozaurëve ishte një fatmirësi për gjitarët, sepse gjitarët ishin shumë të vegjël edhe ato qenie shumë të mëdha nuk i linin të jetonin. Kështu që kjo është edhe një nga arsyet e ekzistencës njerëzit. Por unë mendoj, megjithëse kjo nuk është fusha ime, unë mendoj që njerëzimi ka avancuar kaq tepër sa që inteligjenca e tij ka arritur në një shkallë të tillë sa që ai të arrijë të vetëmbrohet. Domethënë, unë nuk besoj që mund të ketë dukuri të tilla katastrofike që të shkatrojnë qenie njerëzore. Përveç dorës njeriut, për shembull të themi vetë njeriu luftrat ose dukuri të tilla katastrofike që ai komandon ose që dalin jashtë kontrollit të tij. Ne dua të lidh pak me këtë që thanë te dora njeriu, se këtu do të dalë te çështja e ndryshimit klimatik, sepse po shkakton njeriu të paktën shumica e shkencëtarëve thonë që është dora e njeriu e cila po shkakton të ndryshim klimatik, i cili mund të çojë afërsisht në katastrofa të tilla, afërsisht, sepse mund të ngrihet niveli i deteve, i oqeaneve, do shkrin akullnajet, domethënë ka trahur, mund të ndodhi nëse neve si njerëz nuk e pengojmë, nuk e frenojmë ngritjen e temperaturës deri në fund të këtij shekulli me 2 gradë dhe temperatura po ngrihet, 2-3 gradë po ngrit, ne mund të shkojmë
edhe në ngjarje të tilla. Mos u habisni. Ndikimi i jonë në rritjen e temperaturës ku me anë të çlirimit të gazrave serë që quhen, me efekt serë, kryesisht dioksidi karbon që ne e lëshojmë nëpërmjet energjisë, qymyrit, lëndëve fosile të tjera. Pra kjo po ndodh. Temperatura po rritet. Dhe po rritet nga dora e njeriu të paktën kështu thotë shumica shkencëtar, sepse ka dhe skeptik. Nuk po them se janë sharlatan, por ka skeptik që thonë nuk është e vërtetë, por këta po paksohen gjithmonë më tepër. Pra, ngjarje të tilla mund ndodhin për këtë arsye, po jo për hir të astrologjisë e tjerë. Po, nëse është nga dora e njeriu, do të thotë që është mund të marrin masa. Mund të marrin masa, por mund të shmangët sërish nga dora e njeriu. Po mund të marrin masa. Nëse mund të shtoj diçka në këtë pikë, sepse jemi mjekë dhe fizikan, kështu që duhet gjetur balanca midis nesh. Qysh nga lindja e njerëzimit, njeriu gjithmonë e ka transformuar planetin dhe e ka transformuar për interesat e veta. Sot planeti Tokë është i pushtuar nga njerëzit dhe sigurisht për interesat e njerëzimit. Ne kërkojmë, domethënë ne jemi njerëzim që kërkojmë të jetojmë sa më mirë, të jetojmë sa më shumë, por ndërkohë ne nuk duhet të shkatrojmë planetin ton. Kështu që njeriu ndodhet para kësaj sfide sot. Sfidës së ekuilibrit, domethënë që edhe vetë të mbijetoj ose të jetoj sa më mirë, por edhe planetin ta deformoj sa më pak. Por që planeti Tokë do deformohet nga dora e njeriut është e pashmangshme, sepse kjo ka ndodhur qysh prej, të themi, minimalisht 2 milion vjetësh të ekzistencës njeriut. Me që jemi të 2012-a, për ta plotësuar dy gjërat vogla, ka një disfavor. Në çdo 11 vjet shfaqen njolla diellore, ku toka bombardohet më tepër se sa normalja me rrezatim diellor, quhen njollat e zeza të diellit. Dhe cikli i fundit ka qenë në 2001 dhe ky lloj cikël diellor do të jetë në 2012. Dhe nga ana tjetër, vendosja e sistemit tonë diellor në ekuatorin e galaktikës rrezikon kjo forcë e madhe gravitacionale nga qendra e galaktikës të frenojë rrotullimin e tokës përreth boshtit të saj. Dhe kjo ka përcjell tërmete dhe përmbytje. Sepse korja e tokës, më fal ta them dhe shkencërisht, bërthama e tokës ka dy përbërje. Një bërtham të ngurtë, e cila ndodhet në qendër të saj, dhe një bërtham të lëngët, e cila vjen me shpejtësi përreth bërthamës së ngurtë. Nëse bërthama e lëngët, shkencërisht, frenon xhirot e saj të shpejta përreth tokës, për shkak të gravitacionit që do buroj nga qendra e galaktikës, çfarë rreziku ka? Shtohen impulset elektrostatike në atmosferën e tokës, tek neve këtu në sipërfaqe të tokës, që do thotë njerëz që vdesin pa pritur nga infakte, apo çrregullimi i fluturimit të zogjve, tjetra çfarë mund sjellë? Përplasjen e pllakave tektonike me njëra tjetrën, që mund të japi tërmet. Kemi nevojë që ta shpërndajmë bisedën, sepse nëse rreshtojmë shumë argumenta e kemi të vështirë pastaj të shtoj diçka unë zotëri, të gjitha që thotë janë të vërteta, domethënë nëse bërthama e jashtme. Sa i përket shkaktimit të tërmetave? Ose e kam fjalën nëse do ndodhin këto. Po puna është pse duhet ndodhin, domethënë kur toka gjithë sistemi diellor ose forcat gravitacionale, janë rregulluar aq mirë në këtë, domethënë gjithësi, saqë lëvizjet janë me një precizion jashtëzakonisht lartë. Domethënë nuk mund të flasim ne për gjëra katastrofale të momentit, duket jashtë logjike që bërthama e jashtme e tokës të pushoj pa pritur, ose pllaka siç janë të lëvizin me njëherë, sepse planeti Tokë është në dinamizëm, domethënë ky dinamizëm zhvillimi ka ekzistuar gjithmonë. Ato pllaka që themi ne që flasim lëvizin gradualisht. Katastrofat kanë qenë edhe dikur, por tani katastrofat është egzagerohet çik, si pasojë një informacion jashtëzakonisht madh sot në botën e zhvilluar që çdo gjë që ndodh ne e marrim vesh automatikisht. Me njëherë duket sikur po ndodhin katastrofa të mëdha, por fatikisht to kanë ekzistuar edhe dikur, por kanë humbur në rrjetën e historisë si pasojë, domethënë mungesa e informacionit. Ne tani, domethënë ka 10 vjet që mësojmë për tsunamet, po ajo ka qenë si dukuri. Po na thuaj që thjesht ne sot kemi mundësira për të marrë informacionin gjërësisht. Ta marrim informacionin në kohën e reale. Jo se këto kanë munguar, pra si fenomena. Këto janë fenomena dinamik që i duhen tokës për të zhvilluar. Dakor? Në një farë mënyrë këto fenomene do ekzistojnë bashkë me neve. Tani janë ndikon njeriu. Patjetër që ndikon sepse kjo është fjalë e madhe në fakt që janë fenomene që i duhen tokës për të zhvilluar, se ne mendojmë fundin e botës. Ne thjesht si qenie njerëzore duhet, domethënë njeriu duhet bëhet i vetëdijshëm që ti parandaloj këto rreziqe. Tashmë duke i njohur këto rreziqe të marrim masat që mos përballemi sepse katastrofat dikur atëherë mund të kenë qenë edhe në disa vende më të mëdha, por tani bota rrezikohet më shumë sepse është e populluar, atëherë qendrat urbane nëse shumë e populluar do rrezikohet shumë më tepër se sa dikur ku s'ka njerëz, Dakor? Kjo është ideja.
Rezikohet, apo nuk rezikohet? Kështë diçka për shtuar? Jo, desha më thonë që përsa i takon ndryshimeve klimatike, e rezikojnë, nuk katastrofa për ndodhë, po shpeshtohen. Nuk po shpeshtohen, pra shpeshtimi po vjen nga njeriu, këtë mendim përfaqësojnë shkencëtarët sot. Pse pikërisht, domethënë brenda një periudhe 10 vjeçare do ndryshojë edhe... Jo 10 vjeçare, nuk 10 vjeçare, ka, shiko po ta them, pse nuk kam folur akoma. Problemi është i këtij CO2-shit, dioksid karbonit, i cili të paktën ka një 100 vjet, po sidomos 50 vjet e fundit, që është shtuar shumë si rezultat i përdorimit të lëndëve fosile, apo pra qymyrit, naftës, gazit, edhe çlirohet në atmosferë. Ky ka këtë veti që ta ngrojë patjetër, kjo është një fenomen që profesorësh e dinë më mirë, kjo ka filluar pas revolucionit në Angli, para 250 vjetëve, kur filloi të futet qymyri. Përpara nuk ndodhte, mund ndodhte nga arsye natyrore, po jo nga njeriu. Tash njeriu po përdor këto, po pret pemët, pra nuk thithet më dioksidi i karbonit. Edhe po ngrohet temperatura, pikë mbaroi, po ngrohet temperatura, pra nuk ndodhte përpara. Kjo është një version zyrtar që ne... Jo, që përfaqëson shumica, dakord? Unë do them një version tjetër. Ky është një version zyrtar që elita ja ofron veçanisë. A themi versionin e dytë pas reklamave? Ky është versioni zyrtar që përmendëm. Ka një version tjetër që do ta dëgjojmë pas publicitetit. Kthyer pas aktores publicitare për dëgjuar një tjetër tezë. Po, e lam bashkë apo jo para reklamave? Mund vazhdoj? Po, mund vazhdoni. Tashi, ky është versioni zyrtar që elita i ka ofruar veçanisë. Çfarë do thotë këtu? Zotria që kam në krah kapi një detaj, tha pse këto 10 vitet e fundit u shtua CO2-shi. Në qoftë se do t'i referohemi shkencës, gjatë viteve të mesjetës, nga shekulli 11 deri në shekullin e 14, ka qenë periudha më e nxehtë që ka ekzistuar, që ne se kemi arritur akoma në këtë vitin 2011 që jemi, e globit. Dhe kjo është kalkuluar nga shkencëtarët, pra këto shekuj. Nuk ka patur fabrika, s'ka patur CO2. Nga se ka ardhur? Njëri fakt. Fakti tjetër. Për para vitit 2000, në për filma horror, jepeshe që në këto vitet afërm, vitet 70-80 sidomos, do pasojmë nga një epokë akullnajash. Pra do kemi ulje të temperaturës, do kemi akullnaj. Pa pritur, mbas vitit 2000, Al Gore, një ndër elitat e botës, zëvendës presidenti e Amerikës, na nxjerr çuditshëm një libër që thot, dhe një emision, ku thotë e vërteta e hidhur, ku nxjerr si shkak kryesor lëshimin e CO2-shit në atmosferë për ngrohjen e globit. Të ndalim pak te viti 2000, sepse edhe viti 2000 u përfol si, madje më shumë se po vitet 2012-a, si viti ku do të vinte fundi i botës. Çfarë ndodhi? Për të mos devijuar do ta mbajmë këtu te ngrohja globale, sepse ky është argumenti që dua të them. Të lutem mos më devijo, se do flasim dhe për vitin 2000, thashtu. Po, shkurt të prekim të gjitha. Për ta mbaruar, se po prek një temë. Po. Çfarë shihet mbrapa CO2-shit? Këtë dua të them unë. Se do dalim të 2012-a përsëri. Tani, për ata që janë në shtëpi, të sqarojmë pak CO2-shin çfarë është dhe pse çfarë shihet. Gazi karbonik i lëshuar në atmosferë. Është gaz i padëmshëm fare, është gazi që gjen të shisha me ujë mineral, po ama kur shkohet aty lart, ngro temperaturën, dakor? Kjo është, duhet thënë, nuk është gazi. Jo, duhet ta sqarojmë kështu sepse jo monoksidi i karbonit. Kujdes, domethënë kur na zë, që thotë zë gazi, mos ngatroni. Atëherë, në 2006 del një teori e bujshme nga Al Gore ku thotë se lëshimi i gazit karbonik në veprën e tij e vërteta e hidhur, po rrezikon botën. Po çfarë ndodhi mas 2006-s? Menjëherë, firmat e fuqishme filluan duke i shitur fabrikave pajisje miliona dollarësh për të reduktuar gazin. Dhe njerëzit në botë filluan të taksohen për makinat e tyre për çlimin e gazit karbonik. Pra mbarpa kësaj teorie, e cila nuk pranohet nga një pjesë e madhe e shkencëtarëve. Jo, nuk janë pjesë e madhe, janë pjesë e vogël. Dëgjoj. Ideja është ne që në shkollë. Po tash unë ato lexoj për ditë unë. Ta mbyll me një koment. Që në shkollë, domethënë, ata po zvoglohen gjithmonë më tepër. Në fizikë mësohet, kjo është një fenomen që ka ndodhur, që gazrat karbonik ose helmues do shkatërrojnë stresin e ozonit, ëh? Dakor? E cila mbron planetin Tokë nga rrezatimet, infrakruqe me radhë. Ne jemi koshint që dioksidi i karbonit e dëmton, okay? Por në mënyrë graduale, jo të menjëhershme. Kjo ka ekzistuar gjithmonë. Atëherë, masat duhet merren në këtë drejtim, ëh? Dakor, po jo në moment. Qofse do dalim te vrima e ozonit, ajo u dëmtua, po fal masave që u morën nga bota u pëmbyllet, se ndryshe na kishte marrë fundi. Po nuk hapet ajo në atë formë, atë e vërtet. U dëmtua vrima e ozonit, në portet e botës u dëmtua, u hap vrim ti thua. Nuk quhet vrimi themi, po kështu. Dakor. Pra ti e ekspozoshe ultravioletit. Jo,